Vuani nga dhimbja e kockave, kjo pije I jep fund artritit për gjithmonë. Këtu ne do t'ju paraqesim një recetë krejt natyrale, recetë kjo e cila është në gjendje dhe në mënyrë efikase të përmirësoj dhe të rigjeneroj gjendjen e nyjeve, eshtrave dhe gjurit, duke ndikuar në zbutjen e dhimbjeve. Ja si ta përgatisni. Përbërësit janë 1 kg mjalt, 10 lugë fara të lirit, 50 gram fara të kungujve, 5 lugë susam, 3 lugë rrushë të thatë, 50 gram fara të lule diellit, 50 gram kokra gruri. Përzieni të gjithë përbërësit në një enë paksa të madhe. Kur t'i keni përzierë mirë, masën e vendosni në një kavanos të madh për qelçit. Merrni nga një lugë para secilit kafjall dhe darkës, kështu do të shikoni rezultate vërtet pozitive.